Sa herë afrojnë zgjedhjet, ndizen dhe motorët e propagandës. Premtime të vjetra vishen me ngjyra të reja dhe figurat politike shfaqen me premtime të mëdha. Ka disa mënyra se si mund të informohemi në mënyrë reale, veçanërisht gjatë fushatave. Së pari, mos u mjafto asnjëherë me një burim të vetëm. Kontrollo të njëjtën ngjarje në disa media. Nëse një lajm është shumë i bukur për të qenë i vërtet, me gjas është i pavërtet. E dyta, verifiko burimin. Kush e ka publikuar? Kjo pyetje është shumë e rëndësishme. A është një media e njohur dhe e besueshme, apo është një faqe anonime, pa një domain, pa një adresë dhe pa një emër të gazetarit? Së treti, kujdes. Veçanërisht me rrjetet sociale, aty ku shpejtësia dominon mbi saktësinë, lajmet e rreme qarkullojnë shumë më shpejt se faktet. Çdo klikim, çdo share pa verifikim ndihmon në përhapjen e lajmeve të rreme dhe dezinformimit. Dhe ky nuk është vetëm një problem etik. Ky mund të kthehet në një problem politik, sepse kur dezinformimi sundon, sjellja, lirit dhe mendimet tona qytetare nuk janë më të lira, por janë të ndikuara nga propaganda. Zgjedhjet janë një moment kyç, jo vetëm për politikën, por edhe për demokracinë. E në një demokraci të shëndetshme, informacioni është oksigjeni. Kërko të vërtetën, verifiko edhe pyet, sepse zgjedhja jote vlen edhe më shumë kur është e informuar.